ka shumë njerëz që më thonë, avni bre, ti je kozjane, do kështë me koni matën, më kanë thonë që edhe në Rubikon jam i matën, bile je edhe intelektual, njerëz po harrojnë që unë jam edhe prej mishit edhe prej gjakut. Dhe të vjen të një moment, ti po thotë, s'po punëm për interesa kombëtar, unë muj edhe me thonë fjalë të tilla, sepse unë jam njeri, mbi të gjitha jam njeri, dhe mbi të gjitha e kam një kufi. Po, edhe mund tjetë një ndër ofendimet më të madh, thuash se s'po punon për interesat kombëtare, duke ditur se s'ka kaluar Kosova dhe populli shqiptar, je i shitur, je me Serbinë. Po, dhe çka po pret për meje? Me thonë pa i shiqo, me i spjegu këtu teori psikologjika, jam njeri. Dhe si se ndërlidhet ju, po të thot dikush, mund tjetë ndonjëherë, se po përgjësojmë, mund të thot dikush që i ka fituar letrat duke thënë se UÇK-ja po më përndjek dhe akuzon dikë brenda Kosovës se ti po punon për interesat Serbisë. Kur një absurd i madh nga njerëz që shohim ndodh. Mirë, unë shpesh herë ata që akuzojnë të tjerë që ti je spion i Serbisë, është mirë me vetë, i kujna i e vetë djalë, del që ajo është i Serbisë. Na jemi ardhur në një situatë absurde, ku dikush që është djalë ose që është vetë që ka qenë njerin shërbim të Serbisë, ju thot një komandant Talamet UÇK-s njeri i Serbisë. Na jemi ardhur çat situatë. Ka raste dhe shohim ato. Unë njoh edhe njerëz që punojnë për OJC, që i kanë pas babën punëtor sigurim shtetënor, edhe dele thot komandantit UÇK-s që është njeri i Serbisë. Çfarë absurdi ka ardhur, që është një jon ka ardhur në një absurd. Kjo është në mu ka dok pak absurde ky ligji për vlerat e UÇK-s, po çfarë po e shoh sa më rëndësi është. Nuk ishtë dashur vlerat mas sublimit të këtij populli, Tulli Harlabaku me i ofendu edhe me i shoh, sepse është keq, është e dëmshme dhe është antikombëtare. A është bukure për hapur lehtësia për të kritikuar UÇK-n ose pjesëtarët e caktuar të UÇK-s, pra që pastaj edhe të përdoret shpesh, ndoshta edhe pa vedije, për të minimizuar edhe kontributin për çlirimin e vendit, arritjet që i kemi. Se natyrisht s'ka të pagabueshëm askund, por nga njerë të krijohet përshtypja se problemi pas ka qenë UÇK-ja dhe jo Serbia. Është një kategori, në shoqërinë tonë, flet për UÇK-n vetëm për ata që edhe inderon vetëm ata që kanë vdek. Komandant e gjallë të UÇK-s ka cilët i shanë dhe i ofendon. U amaron tregimin. Dhe nëse se kanë, po gjithçysh do të me kriminalizu, gjithçysh do të me kanë diçysh që nuk është çysh dohet. Do të më unalë të praktika. Na, kërkush s'ka me na mbrojt neve, nëse na se mbrojnë vetë vehtën. E di që shumë njerëzve ju ka met marak, që si jonë konë në UÇK, edhe sot e shajnë UÇK-n se s'kanë qenë vetë aty. Shumë njerëz ju ka ik treni i historisë. Që ka ndaluar. Pa i pak ju jënë tut, pak. Po nëse të ka ik, është më e men, edhe duhet me ditë gjithkush, është vlera ma sublime e historisë të popullit të Kosovës. Tasht, na do të me ndërtu ato dhe me eduku gjeneratat e reja në frymën që ka rrezatu ushtria shqiptare e Kosovës. Dhe nëse një i ri, një 12 vjeçar, një 13 vjeçar, qysh ka po shujnë ta njerëz për komandant të UÇK-s, për ushtrinë shqiptare të Kosovës, për Bacën Rifat, kush jemi na? A kemi fotografin ku shihet Ramush Haradinaj me Rifat Jashanin, ta shohim ndërkohë regjia. Për këtë po them, kjo lehtësia. Jo, kallaj është. Po. Është se hiç, është bo mod. Dhe ju e përmendet ligjin për mbrojtjen e vlerave të luftës, të UÇK-s. Ne po flasim 26 vjet pas përfundimit të luftës. Ku më parem, është dashti 50 vjetë Serbia ka rrajt botën për efektet e luftës të vetë, qysh e ka nisë luftën kundër Gjermanisë me atë shpanasën, këtë rënë ka qenë. Në vend që ne të gjeneratat e re të idealizojmë luftën që e ka bërë ushtria shqiptare, sakrificën e njerëzve, edhe s'kem nevojë me rrajt kur gjë, po vetëm të madhërshtojmë, ne po jetojmë